Një projekt për Gjirokastrën me gjithë vlerat historike, arkitekturore, traditat kanë realizuar nxënësit e shkollës profesionale Thoma Papapano. Të gjithë elementet që mbartin dhe përçojnë vlerat e kulturës së qytetit të Gurt, ata i mblodhën brenda një klase. Ne kemi ndërtuar një maket të shtëpive Gjirokastrite, shtëpia Shoqërçisë Topullit. Ishte një nga mënyrat më të mira për të prekur arkitekturën me duar. Ne kemi punuar në grup për ta bërë maketin. Ne përgatitëm disa broshura dhe fletpalosje, ku me pjesë nga historitë e qytetit dhe ku çdo vizitor i projektit të marrë me vete një pjesë të qytetit. Në këtë projekt të titulluar Qytetërimi botror, adhuruesi i kulturës gjirokastrite, ata udhëhoqën nga mësuesja Anke Lasino, e cila vlerëson për kushtimin e të rinjve, si në mbledhjen e gjithë objekteve që dikur ishin pjesë e çdo shtëpie gjirokastrite, por edhe në krijimin e broshurave dhe fletpalosjeve me informacione të vlefshme për vizitorët. Nxënësit zgjodhen këtë temë duke qenë se Gjirokastra ka një kulturë jashtëzakonisht të madhe dhe kjo gjë do t'ju vlejë atyre për përcjelljen edhe të brezat e më vonshëm për këto vlera që Gjirokastra mbart më vete. Çdo cep i Gjirokastrës përfaqëson një kulturë dhe kjo i nxiti nxënësit të bashkëpunonin, të krijonin makete, të krijonin broshura, të cilat do të përdoren edhe më vonë dhe mos ta lëm këtë kulturë me vlera kaq të mëdha, por të japin një jehon e cila do të përdoret edhe nga vizitorët e shumë, të cilët e vizitojnë Gjirokastrën tani jo më në një periudhë të shkurtër, por vizitorët janë në një periudhë vjetore. Ky projekt shpalosi rëndësinë e qytetërimit gjirokastrit që nga krijimi dhe deri në ditët e sotme. Përfshirja në të u dha mundësi të rinjve të zbulojnë më shumë për zhvillimin e të gjitha dimensioneve të qytetit muze, i cili tashmë ka arritur të tërheqë vizitorë në 365 ditët e vitit.